Matje sheqerit, matje shtypjes, përgatitje banave dhe shumë prezantime tjera kishte në oborrin e shkollës së mesme të mjekësisë në Gostivar. Nxënësit e kësaj shkolle, bashkë me profesorët e tyre, kishin përgatitur gjithçka për të pritur sa më mirë gjeneralët e reja, të cilët nga viti i ri shkollor ndoshta do të jenë pjesë e kësaj shkolle. Organizimi erdhi për ditën e hapur, e cila realizohet disa vite radhazi pranë kësaj shkolle, ku nxënësit të cilët si vjet kanë mbaruar shkollën fillore janë interesuar se si mund të bëhen pjesë e saj në të ardhmen dhe janë njoftuar me hapësirat ku zhvillohet procesi edukativ arsimor. Drejtori i shkollës Jeton Sulejmani shpreson se ky eveniment i organizuar do të sjellë sa më shumë nxënës që të regjistrohen në mjekësi. Ai sqaron se nga viti i ri shkollor hapet edhe drejtimi i ri teknik të laboratorisë. Sot ne si shkollë mesme mjekësisë kemi organizuar ditët e hapura për ta promovuar më tepër shkollën. Tu apim një mundësi semi-maturantëve, të vinë edhe ato të shohin se kushtet, mënyra se si punohet. Si mjetë sirisi kemi në shkollën tonë drejtimin e ri laborant sanitar teknik. Besoj se i shumë i nevojshëm në bazë të kërkesave të cilët i kishim edhe nga disa laborator privat, edhe nga spitali qytetit për arsye mungese të punëtorëve, ishim të detyruar që ta hapim këtë drejtim të ri. Besoj se do jenë të kënaqur edhe semi-maturantët dhe ta zgjedhin shkollën tonë për të vazhduar shkollën e mesme në shkollën tonë. Interesimi i semi-maturantëve shumë i madh në Gostivar për të vijuar shkollën e mesme për mjekësi, por kjo shkollë ka kuohet për të pranuar vetëm 200 nxënës në 4 drejtime. Prej tyre, 100 janë me mësim në gjuhën shqipe dhe nga 50 në turqisht dhe maqedonisht. Përveç teknikut kemi mjekësit përgjithshme ose motër medicinale, teknik farmaceutik dhe teknik dhëmbësh, me thonë 4 drejtime. Kapaciteti është dikund 200 nxënës, prej atyre 100 do jenë shqiptar, 50 turq dhe 50 maqedon. Ndam në këto klasa. Përmes programit mësimor që zhvillon pranë kësaj shkolle, përgatitja e nxënësve është një niveli të lartë thon nga shkolla dhe kjo sipas tyre vjen fal kabineteve për mësim praktik dhe mësimdhënësve adekuat, me çka nxënësit që dalin nga aty e kanë më të lehtë punësimin. Jemi edhe të sinqertë pse duhet ta zgjeni shkollën e mesme mjekësisë, hapësira për të punësuar është pak më e lehtë. Me diplomimin, domethënë këto drejtime, laborant teknik, teknik dhëmbësh dhe motër medicinale, është mundësia për të punësuar direkt me shkollën e mesme, nuk kanë nevojë që të vazhdojnë edhe në fakultete. Me thonë është një opcion shumë i mirë për në të ardhmen për punësim. Në drejtimin e ri pritet të regjistrohen 50 nxënës, prej tyre 25 me mësim në gjuhën shqipe dhe 25 me mësim në gjuhën turke. Ndryshe, në shkollën e mesme të mjekësisë aktualisht mësimin e ndjekin rreth 1000 nxënës.